Çfarë është mirë të bëjmë në këto 10 ditë? Pra, në 10 ditëshin e parë të muajit Dhul-Hijja, këto ditë në të cilat ne ndodhemi. Patjetër që 10 ditëshi i muajit Dhul-Hijja janë ditët më të mira, ku Zoti i gjatësisë betohet mbi to. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wal fajr wa layalin 'ashr", pasha muzgun e agimit dhe 10 netët. Thot Ibn Kathiri, është për qëllim 10 ditëshi i parë i muajit Dhul-Hijja. Pra Zoti i gjatësisë nuk betohet vetëm se për diçka tepër të rëndësishme. Dhe puna më e dashur tek Allahu i lartësuar është ajo punë që bëhet në këto 10 ditë. Patjetër që ka punë të ndryshme, vepra të mira të ndryshme të cilat mund t'i veprojë besimtari dhe besimtarja në këto ditë. E ndërto patjetër është haxhi, që pikërisht është në këto ditë. Po edhe vepra tjera, siç është falja e namazit, ku ka më mirë se sa një besimtar, një besimtare me reflektu në këto ditë. Nuk është falur më parë, bismillah me ja fillu namazin. Dhe patjetër që është puna më e mirë, falja e namazit. Po ashtu, me përmend sa më shumë Allahun e lartësuar, sepse profeti alayhis salam porosit në një hadith. Pra që me shtu sa më shumë thonjen la ilaha illallah, elhamdulillah, Allahu akbar, pra në këto ditë. Me bo sa më shumë dhikër, dhe kishte prej sahabë dhe shok profetit alayhis salam që zbrisnin në treg, pra Abdullah ibn Umeri, po ashtu Ebu Hurajra, dhe bonin tekbira, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Mund të bësh vepra tjera të mira, pra rrugja e lidhjeve farefisnore, sadaka, agjërim. Pra ne kemi para ditën e Arafatit, që ka shpërblim të veçantë agjërimi i saj. Pra nëse agjeron ditën e Arafatit, shpresohet falen mëkatet e 2 viteve, pra vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Po ashtu, sadaka, urdhëron për mirë, ndalon nga e keqja, këshillon tjerët. Elusim Allahun e lartësuar që të na bëjë prej atyre që i shfrytëzojnë këto ditë në bërjen e veprave të mira. Amin.